Tash mas 51%, një prej që kam e penalizu kurtin është edhe kjo me 51% ja dha njerëz, ky s'dashni me bëj institucione, s'bani institucione. Edhe kjo mundet me penalizu, për shkak se një pjesë e elektoratit marrin lodhen. Edhe nuk po ta japi votën, po ta bëj 51% ti nuk po qeveris, edhe nuk po më jap qeveri. Edhe institucione, edhe kjo mundet me penalizu. Unë kom prit shumë që kom e pas një angazhim shumë të madh subjekteve politike me fol për koalicionet mundshme parazgjedhore. Po, çështë që tha edhe Zoni, s'ka shaja që është diçka serioze, po ka shaja, nuk po shihet diçka që o ka ndodhur në këtë drejtim. Për shkak se të e pa rezultatin vazhdimisht, të e pa ku janë, se këtë din ku janë parafërsisht. Të e pa ku janë, të u dash pak me menu pak më ndryshe, me ul, me diskutu edhe me pa koalicionet mundshme parazgjedhore. Kanë efekt koalicionet parazgjedhore. Po dhe njësa na jem të arru, nëse vendimin e gjykatës të Hagës është shumë i rëndësishëm për këto zgjedhje. Tash me 19 maj, me sa di ne përfundon 90 ditë që. Përfundon, por edhe mund të kenë kohë. Çtu tash është këtë esenca. Nëse vendimi merret tash me 19 maj, ai ka me pas efektin pavarësisht vendimit çfarë merret, efekti ka me qenë kogja i madh të elektoratit PDK-s.